Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimbrama ku do që në ndishtë të ndëruar shikues që prej 2 vitesh Kosova është ndëruar në rezervat të krizës të prodhimit të lajmeve se Republika nuk përfason stabilitet politike para shikueshmëri, komponenta të rëndësishme për raportet që duhet i ketë shteti jo vetëm me qytetarët e vetë për brenda, por edhe në sferën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kam ftuar kolegun, mikun tim, analistën e njohur, gazetarin Milajm Zeka. Zeka, faleminderit për kohën. Faleminderit. Çka është politika për ju në gjithë këtë përvojë, nëse ta nismi kështu si rrëfim? Po për mua politika, gazetaria janë mision realisht, e sidomos në një vend që akoma nuk është antar i Kombeve të Bashkuara, një vend që akoma është në luftë reale me Serbinë, dhe mbi bazën e kësaj unë jam shokuar në të kaluarën, vazhdoj me qenë shumë i shokuar për sjelljen kaq të papërgjegjshme të politikës dhe të mediave. Rido, unë në Suedi kam shku në nëntorin e vitit 1993. Kam zbrit Stockholm, paraprakisht kisha jetu një vetë në Vjenë dhe në Paris. Dhe në gjatë punës time në Suedi, në mesin e shumë personaliteteve të famshme, kam posë rostin me njoftë emigracionin kroat. Dhe njeri prej miqve të mi ka qenë Branko Sallaj, një socialdemokrat shumë i njohur suedez, të cilin të gjmoni eftoj në luftën e Kroacisë dhe e emroj ministër të informacionit. Kur zbriti në aeroport, me vete kështë përpilu një listë paraprakisht se cilat media do të ndaloheshin në Kroaci. Dhe reagimi ishte si ka mundësi të vjen nga vendi ma demokratik i botës, nga Suedia, dhe po i ndalon mediat. Përgjigja e tij ishte kjo: Suedia nuk është në luftë me Rusinë. Kroacia është në luftë me Serbinë. Që të sillen mediat në mënyrë kaq të papërgjegjshme, që të sillet politika në mënyrë kaq të papërgjegjshme, që të sillet kryeministri aktual që 6 vite sikur superfuqi, sikur ne kemi sovranitet, në raport po flas me Bashkinë Ndërkombëtare, ky është mundu me kriju sovranitet jo me Serbinë, po me Gjermaninë, me Bashkimin Evropian, e sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky nuk pati guximin qytetar, njerëzor, politik, me i bo blokadë Serbisë, kur Kosova s'ka ble mallra ma shumë prej Serbisë, se në udhëheqjen e Albin Kurtit. Por, pati guximin, në thojza, me i bo blokadë Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që misioni i një njeriu në politik duhet jetë me çu vendin përpara, me kriju një shoqëri ma normale, e ky realisht ka kriju një anarki. Çka është politika për ju? Po ja bëj edhe një pyetjen e njëjtë gati. Për mu politika deri në moment intrig, sinqeritet. Po pikërisht pse unë ku marr politikën si sinqeritet, edhe si mision, kam dështu në politikë. Për arsye se gjatë kohës kur ne kam qenë deputet vitit 2018-2019, ku mendu që kur opozita e ka drejt, duhet me mbështet opozitën. Kam marrë me një mentalitet politike suedeze, që ku mendu që deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës që vjen nga Istogu, ose i vetëvendosjes që vjen nga Gjilani, por ngritet në foltore dhe kërkon që një projekt i ujësillësit duhet me u bon Gjilan, për shembull, ose një stog, unë ku mendu që duhet me mbështet. Unë nuk e kam mendu dhe nuk kam vepru në logjikën e deputetëve të kuvendit
që opozita me thonë bora e bardhë, ose pozita duhet me thonë bora e zezë. Duhet me kundërshtu çdo gjë. E ku morë politikën si një luftë të mendimeve dhe në fund si një kompromis. E jo si një luftë me luftu të njëri tjetrin, që është luftu në atë kohë nga ona e opozitës, qeveritë e kalume janë luftu në mënyrën më bizare. Unë ndryshe ku morë, edhe sjellja ime në parlament ka qenë krejt ndryshe. Për shembull, unë ku mendu që pozit dhe opozit duhet bashkohemi për me çu përpara radio televizionin publik të Kosovës, për me caktu normën e pagesës, që ka krejt bota, që ishte 2 euro gjys nga qytetari, vetë vendosja na e sabotoi këte, edhe konkretisht me urdhrat e Albinit, Valon Ramadani, unë kam mik privat, por ai ka qenë, vetëvendosja ka qenë pengesa kryesore që radio televizioni publik sot e kësaj dite është në krizë të thellë më thellë. Unë kam pas thonë për shembull që jo ai buxhet që i ndahet të kësë 16 milion, 18 a 20, po radio televizioni Kosovës me atë numër të punëtorëve që e ka, për me qenë një televizion normal, duhet kishte një buxhet 80 milion, 100 milion. Po pastaj mekanizmi i kontrollit për mes me vjedh është tjetër muhabet, që se nëzan dikan duke vjedh buxhetin paron publike taksa paguzve, atëherë duhet me fut në burg, duhet me qenë dhe shkeme tjera. Si do ta përshkruani gjithë karrierën deri më tash, publike, në politikë dhe në gazetari? Unë prej fillimit tim edhe në Suedi, kur kam qenë edhe jashtë dhe brenda, duke konsideru këtë profesionin tim si një mision, ju mundu me bo diçka për këtë vend. Jam mundu, do me thonë, për pos qindra emisioneve që i kumbon mediat e huja në radio, në televizion, deklarata, intervista, shkrime, kur u bo lufta e Prekazit, e konsiderova një moment historik për të bon filmin Adem Jasharit, që realisht fëmijët e tu, edhe fëmijët e mi, Adem Jasharin e njohin prej filmit tim. Kjo është një fakt i pa mohueshëm, i pa diskutueshëm. Dhe këtë film e kam bë, do thotë, mbas vrasjes të Adem Jasharit, para përfundimit luftës, dhe i vetmi njeri i cili më ka ndihmu me bë këtë film, ka qenë një kroat, Nikola Majstrović, njerin nga serb ose njeri kundër regjimit, edhe ai arratisur shumë herët, kameraman nga më të njohurit në botë, që ka punu 20 vjetë televizion publik të Suedis, ka qenë gjithë botën, ka bu dokumentar në gjithë botën. Nuk më kanë ndihmu askush për fatin e keq. I kanë bo kërkes Bujar Bukoshit në atë kohë, edhe qeverisë të përkohshme, për me ndihmu me bo filmin, nuk kanë pranu. Nuk kanë pranu as disa shok të mi e tutë. E kam bo me buxhetin tim, me shpenzimet e mia, me të gjitha, edhe pastaj kam shku në pothuajse në gjithë Evropën me shpenzimet e mia, edhe me shpenzimet e punën e një patriote shumë të madh të familjes të Ilaz Kodrës, Ilmi Kodra, i cili ka jetu në Gjermani dhe pastaj është kthy në luftë bashkë me vajzën e vet 16 vjeçare. Në çdo cep të Evropës me Elmin, e në të shumtën e rasteve ai vetën ka shku edhe e ka shfaq filmin e Adem Jasharit. Në rrethona lufte, po flasim pa përfunduar lufta, dhe atë kujtohet përjetimi kur e përfundove filmin dokumentar për Adem Jasharin. Në ato momente, mban mend
Sigurisht në detaj në bazë të pa harruar. Çfarë pritimi është për? Shiko, kolegët të cilët kanë punu me mu, e dinë edhe ti ke punu bashkë me mu, që unë në jetë time, për shembull, jam përgatit për emision, por unë nuk kam përdor asnjëherë, domethënë, tekstin nuk e kam vënë printer në kamera. Në AutoCue, po? Në AutoCue dhe mëse kemi kry montazhin zbashku me Nikola Majstrovicin, mëse kemi barë të gjitha kasetat nga VHS që mi dha Bacerifat në Gjermani, që ishte një kosto shumë e madhe me morte një studio në atë kohë në televizion të Suedis me rezervua ndej këndej. E kemi lëshu, unë kam hyrë në studio, ka ecë filmi edhe duke shiku filmin, çdo fjalë e cila është e thome në filmin e Adem Jasharit është fjalë cilën e kam thonë nga shpirti dhe nuk ka asnjë tekst shkruar. Dhe në fundin e filmit e kam thonë këta djem dhe këto vajza të ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të na rishfaqen në çdo vend e në çdo kohë, ashtu sikurse do të jetoj për jetë e mot i vdekur i gjallë në mesin e ne gjallëve të vdekur, Adem Jashari. Pastaj mbas luftës do thot... Kush që telefonoj, nëse ju e mbani mend, kush që morin telefon, ose me kë kontaktuat pas transmitimit të këtij filmi, që kryengriti emocion, po them, kolektiv të shqiptarët? Po, shiko, unë filmin e kam bo komplet në marrëveshje me Bacin Rifat. Edhe kur kam shku pastaj në radio televizionin shqiptar, po ta shikosh që del në për gjitha mediat, sot Hamza, kur fol me dajën e vetë ato nod, edhe që vallëzojnë. Pjesën, po. Po, që vallëzojnë me lullin e që është Sajt Jashari aty. Kur kam shku Ridvan në Tiranë, ki dëshmitar Aslan Bajramin, ki dëshmitar Besa Qekun, ki dëshmitar Konjupcën, babën e Glaukut. Sherifin, po. Sherifin, njëri jashtëzakonshëm. Po. Mustaf Muqen e ki dëshmitar. Në atë kohë, redaksia e Kosovës realisht terrorizohej nga drejtori general i Radio Televizionit Shqiptar. Si? Terrorizohej, ata në mënyrë absolute nuk ju interesoj ke as lufta, as kurgja. Une është dasht me shumë mund, me shumë sakrificë, është dasht me dhënë pare për me transmetu sekuencat e filmit të Adem Jasharit, ajo që ka dalë aty. Po e thu këto për herë të parë? Po, për herë të parë, po të thash krejt qëta dëshmitar që e din. Ke dhënë para në RTS? Në RTS për transmetim dhe reklamat që ka shku për shfaqjen e filmit, për shembull promoja, po? Promoja që ka shku, për atë në atë kohë, dhe me thonë 98, 99, dikon me faktura, po të thamë, kam pagu mbi 50.000 marka. Mito? Radio Televizionit Shqiptar, po. Korrupsion? Po. Sër ka shku reklama, dhe me thonë është pagu pare shumë e madhe. Të dhem kjo, Milat, dhe si keni përritu në atë kohë? Ishte, do më thonë, na që e kemi idealizu, do thotë, Shqipërinë, na që kena mendu që Shqipëria do në gjendej afer me gjitha resurset e veta, sidomos për mu ka qenë një zhgënjem shumë i madhë. Po për popullin e Kosovës nuk është këtë, se Shqipëria u vu e gjitha në ndinë të popullit të Kosovës. Po, individ, po, naturisht, po. Po, fletë për një drejtor të televizionit. Po, a për ndryshe
çka është përjetu pastaj me grupet mafioze brenda politikës, brenda policisë Shqipërisë, po flas për në atë kohë, arrestimet të cilat i ka bën atë kohë regjimi i Sali Berishës, që i ka arrestu gjithë një nga një, të fillu prej Ramushit, Hashimit, Adem Jasharit, krejt figurat qendrore të luftës. Unë kam qenë në grupin e njerëzve të parë që Gazidejde, Sali Berisha, diku në 95-ën, kanë tentu me më kidnapu në Shqipëri, para Remzi Hoxhës, edhe vën me e unë kam folë këte në mediat të Shqipërisë, gabimisht është kidnapu Filip Rumbullaku, i cili ka qenë shef i kabinetit të presidentit Mojsiv, një oficer, një figure jashtëzakonshme ushtarake dhe politike, një intelektual par excellence, Filip Rumbullaku, i cili për fatin e keq para disa muajve ka ndrru jetë, ka shku për në botën tjetër, dhe duke mendu këta që unë isha në makinë, ne veç morrëm informacionin para prak që do ndodhë ajo që ndodhë, Filipi doli me regjisorin tem, Janne Forshell, një regjisor në për mosa botnore, ishim duke bën një film etnografik për Shqipërinë, për me tregu për tradita, qysh shqiptarët pjekin kafen, qysh shqiptarët dalin, folin me kojshi, andej Etnosi, po. Po, dhe ishte një film për t'i bërë reklam Shqipërisë. Po flasë 95-96. Dhe në atë kohë morëm në informacion, unë qëndrova brenda. Pastaj e morrin Filipin, edhe ne kishim me shku me fluturu nga Shqipëria se me thot Tajten. Ne nuk janë ullum biletat aeroplanit të Ajtës, blem biletat të reja për me hub gjurëm, edhe erdhëm në sekundat e fundit që po nise aeroplanin në Rejnas, edhe ikëm prej Shqipërisë. Pse ishit me interes për qeverin e asaj kohë të Sali Berishës që ju të ndaloshit, ose nga grupet tjera? Shiko, e ke akademiku në njohur shqiptar, profesor doktor Shaban Sinanin. Po. Besoj e një. Po, si jëmë, po. Shaban Sinani është njeriu i cili e den, se unë e njoh Shaban Sinanin prej kohës të Ramizalis. Jam gazetari i parë që e kam intervistu Ramizalin, kur ishte president. Shaban Sinani ka qenë këshilltari numër 1, shkrimtari Bashkim Hoxha, dhe une ndihem shumë i nderuar që jam gazetari i parë që kam bërë Ramizalin intervistë, madje e ke në YouTube, është intervista e parë, shumë e ashpër. Pse keni pushkatu, pse keni internu, pse këto, pse këte, pse nuk perxoni komunizmin, që pastaj kur e ka morë dosjen e sigurimit shtetit, me mua është morë drejt për drejt Hekurani Saj, ministri i punëve të brendshme, por po kthehemi te ajo që Shaban Sinani më ka tregu që Sali Berisha e ka përpilu një listë me eksponent të politikës të Kosovës, me eksponent, dhe me Gazidejden, ish shefin e shërbimit sekret Sali Berishës, njeriu ma kriminal që ndonjëherë në jetën time kam pa e që kam lexu, një vrasës, edhe janë 176 djemë dhe vajza të Kosovës, të cilët kanë qenë të shpallur persona non grata nga Sali Berisha në vitet 90-ta. Në mesin e tyne, armiku më i madh në atë kohë jem konsideru une, sepse Sali Berishën e kam taku të 90-ten, besoj jam shqiptari i parë i Kosovës që e kam taku, pastaj kam qenë në shtëpinë, në banesë, ka posi banesë në dhome i kuzhinë, Sali Berisha, për me
një të regu atyne që na dëgjojnë që nuk jam duke fol prolla, por kam qenë zbashku me Arbër Vlahiun, ambasadorin tonë, kolegën tonë, gazetarin tonë, Arbër Vlahiun, kemi qenë bashk, dhe pse ju më prish me Sali Berishën në atë takim, kur kemi qenë se kum lidh me shumë gazetarë botror, mu kthy mund në një moment edhe më tha ju Kosovar duhet të qenverizoheni. Sepse e dinte që ju kishit pasur një simpati edhe për Enver Hoxhën. Unë kam pas simpati. Kishe shkuar me lulet e ai. Po, unë kam pas simpati dhe jam shumë krenar që kam dashur Enver Hoxhën, sepse realisht unë kam dashur Shqipninë. Se po ta doja unë Enver Hoxhën ose regjimin e Enver Hoxhës, unë nuk kisha distancu prej atij regjimin të 83-ën. Unë kur më ftoi Enver Hoxha në vizit, që erdha në verën e vitit 1983, edhe qëndrova 56 ditë në Shqipëri, pastaj prej trishtimit e prej zhgënimit, jom kthy prej Tiranës deri në Vjen duke qajt. E pastaj shokët e mi të Lëvizjes Popullore të Kosovës, këta shokët e mi që vazhdonin me qenë enverista dhe sot vazhdojnë, më shpallën armik, më shpallën tradhtar, më shpallën njëri imoral, apo kupton? I merrshin fotografitë e mia në plazh që kisha dalë me plot shokë të mi, të cilët ishin arratis prej Kosovës, e që i takova atje si që ishte Shevqet Kryziu, i Bubavecit, Halil Gashi, i Çabiqit. Dhe kur ja tregoje fotot? Të Klinës, jo këta i kanë morë pastaj Raifin e kam taku Raif Gashin e Suarikës, që ka qenë kabinet Ramushit, është tash alamet biznesmeni, e këta kur i morrin fotot tash në plazh mo, këta kanë mendu që unë në plazh është dashtë më fotografu në tirë që në Gjemadan. Halo qatë mentalitet e kanë posu e kanë edhe sot, edhe kemi dalë me studente, me shoqe, me anej, me knej. Do më thonë, pastaj luftën e kam pos 3 fish matron prej shokëve të mi se so prej udhëves jugoslave. Edhe realisht kjo ishte arsyeja që unë pastaj u largova në fundin e Evropës, në skajnë e Evropës edhe shkova në Suedi. Me qënë se njëse kjo intervjisë rrëfim politike kulturor për një midis që të ka karakterizu milion në gjithë këto vitet jetës publika dhe për ndjekës naturisht. A kona gjatë të pa thonë nga jo deri me tash për si u bo që të shkonit të takonit me Enver Hoxhën, diktatorin Hoxha? Po, shiko, une... Si u bët ju target, interes për atë regjim? Une, kur jem arratis prej Kosovës, kam dalë në Itali, në Novi Goric. Kam shku, do thotë, në atë kohë është arrestu gjithë organizata jonë. Hydajet Hyseni, Jakub Krasniqi, Bac Jakub ishte në Burg, por u arrestu në Azem Sylla, u arrestu dhondërim Fatmir Krasniqi, i cili ka qenë profesorim dhondër dhe ka qenë krytori celulles të Femilla Druvcit. Kanë qenë një celul Fatmir Krasniqi, Femilla Druvci edhe doktor Hafir Shola në Zagreb. Po të folin boz dosjev, po të folin boz dosjes dhe në boz veprimtaris. Fatmiri me Fehmin na kanë sjell në vitin 1980 fotografin A4 në format bardhëze në Kosovë, e kanë fotokopju, e kanë punu në Zagreb, na kanë sjell librin Gjarpit e Gjakut, Bastadem, njerit po. Bastadem, dhe kanë sjell librin Kosova djepi i shqiptarizmit të Hamit Kokolorit. Dhe të 3 gjona i ka morë prej Fatmirit dhe prej Femilla Druvcit.
Vitin 1980. 1980. Fotografinë e Enver Hoxhës. Po. Jo fotografinë Bastadem. Po, a fotografinë e Bastadem, se fotografinë nuk e... Jo, fotografitë e Enver Hoxhës i keshëm na. I keshëm historinë e Partisë Punës, librin Shota dhe Azem Galica, Tajet Haxhiut. A kupton, gjithë literaturën e Shqipërisë e kam lexuar. Edhe po të shikosh në vetë... Kush mbante lidhjet me regjimin e kohës në Shqipëri nga sipas asaj çfarë di. Ko na gjatë pa thënë që se ke thënë me la. Këto librat edhe gazetat lajmëtorin e Lirisë, Jusuf Gërvallës, Lirin që dilke si organ i OMLK-s, unë jem ko do më thonë nxancë, po unë gjitha këto materiale i kam morë prej Azem Sylës. Azem Syla i ka sjellë, sepse kemi qenë grupi trive, ndërso grupin e trive e kam organizu unë, ku kemi qenë grupun e Izet Ibrahimi, Idris Hyseni, Naser Dugolli, që pak njihet në opinion, e që realisht ka qenë njëri nga aktivist ma të mdhaj. Dhe ma vonë kyqet Enver Dugolli, i cili ka merita tjeshtë zakonshme për punën tonë në ilegalitet, zboshku me gjithë qëta djemë dhe qëto vojzat që tash janë plot, ka qenë gruja Izet Ibrahimit, që është sot Hanum Shahe Zogaj, ka qenë Sola Gashi, gruja e shokut tim Idris Hysenit, që kemi qenë grup. Keni operu së bashkët, nën platformën? Nën platformën e organizatës që, do më thonë, përmes meje që ky grup, jemi lidhë me Azem Sylën. Dhe qëllimi ishte që një ditë? Qëllimi, realisht, ne në atë kohë kemi punu për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Nuk kemi pos mendjen të Republika, kjo parola Kosova Republik ka ndodhë befas që realisht kur kemi donë në demonstratën e 2 prillit në Drenas, gjysa kemi thonë Parti Enver, gjysa Kosova Republik, u konë një pështjellim jashtëzakonshëm. Pse lind pyetja? Sepse regjimin Tiranë ju kishte dhënë direktiva shokëve tonë që duhet me ndru strategjinë edhe taktiken edhe duhet me luftu për një republikë të shtatë në kodër të Federatës Jugoslave. Kështu që kur i marratisu ne, masi u zbulu grupi, se neve... U të konspiru, po? Neve na morën burg, mu e në verin rom disa, mu e në verin alshun, për shemull disa muj, e në veri u rea arrestu pastaj, edhe u denunim 10 vjetë burg si organizator i demonstratave në Drenic, në Drenas, ndërsa mu të nëtun me riarrestu në dhjetorin e vitit 1981. Këshë në ranë burg, do me thonë Azem Syla, këshë ranë burg Ismail Syla, kërkun e u arrestu edhe dhondre jam, Fatmire, dhe në atë kohë i vetëmi që arrita me ik jashtë isha une. Dhe ku morë autobusin prej Pejes, kam shku në Podgoric, atër i të shumë Titograd, dhe pa dit asë një fjallë po thuj se sërbesht, prej Titogradit... Në moshën? 18 vjetë jam ka. Prej Titogradit i kom hyp autobusit, e kom morë vend që me zbrit në Rijek, kam shku në Pula, atje, e ka dollë në stacion të autobusav, më ka taku një daj ime, ka qenë njeri jashtëzakonshëm në Zymer Sylani, sepse arrova me thot që në organizat të organizuar nga ne ka qenë njeri prej njerëzve ma të jashtëzakonshëm, ka qenë Arif Sylani, e te një vlojnë Dajs Arif Sylanin, vlovit Daj Syl, edhe Daj Syl ka qenë, i ka morë krejt këto literaturën armiqësore, i ka lexu, po Daj Arif ka qenë edhe profesorem
Imagjino në vitet 70 ka mbaru Universitetin Sarajevo, edhe ka qenë njëri nga aktivistë sot e kësoj dite me shku dikun në oborrin e Dajsaref, po s'po mu mja qëllu bashkëvendit ku, është një kante madhe plastikes, që kemi mshef krejt parollat edhe literaturën e asoj kohë kena fut në dhej. Se ma vonë tani mësë mikun e në vitet 90 u arrestu dikun Dajsaref kur dolën të grupet armatosura të Adem Jashorit e këto. Dhe imagjino nuk më ditë me ndru autobusin se kish pas dasht me shdryp në Rijek, jo me shku në Pullë. 170 kilometra diferenci kam që. Jo më këthy në Rijek, prej Rijek në Postojnë në Sloveni, kam ndru autobusin, jo më shku në Novi Goric. Novi Goric më ka prit kusherin e jam i Zedzeka, i burgosur politik ma vonë, pastaj që jetan në Suedi, dhe ka drito poli, po ashtu i burgosur politik, se në arrestu kadria, pastaj njerëz tjash zakonshëm, në arrestu disa veta, pastaj në Sloveni, se mas arratisjes time, e kryova unë një punkt, dhe nga ky punkt ka ndoll me 10 veprimtari. Imagjino, ka doll Mustaf Xhemojli, ka kalu Andej Elmizejka, që është një lloj korridori i arratisjes, po? I arratisjes të shokëve tunë, ka doll Kamerelezi, po ashtu një veprimtar i jashtëzakonshëm i Gjurgjevikut të Klinës, dhe kur dola unë në Austri, përmes me zgjat shumë muhabetin që kisha kalu në për lumë, ishte -30 temperatura, më ka prit një riv i cili ma ka dhonë dihmen e parë në jetën time, mos jam arratis prej Kosovës, është bashkëdaja i Recep Selimit, prej Çabicit, është migja i Muj Krasniqit, Bace Ramadan Krasniqi, po e shef njenën që po ju shqen qatë në për, kanë bo emisione televizive, është humanitar mocav që pyqon ushqem, Bace Ramadan, qenve, aja është një rive par, i cilim ka po krejt shkym në Austri, në villa, edhe që më kanë ndihmu, dhe kur njët se kum taku, kur njët nuk e di, kush ma ka dhonë dimen e parë në stacion trenit, para se me hypë në trenaj, për marrë për Kosovë, ka qenë një person i cili i kum kërku unë ndihmë, kum thot lutem, ma kanë vjedh pasaporten, ma kanë vjedh valigjen, e rajta këtë personin, nuk i kalzova që e marratis prej Kosovës, a mund është thash me manzirë një bilet deri në Vjenë. Këtha edhe 5 minuta më nisë treni, po që merë që temen, merë që të adresë Ramadan Krasniqi, tha ka autoshkollë. Kush ishte kë? Nuk e di. Edhe kë njeri më ka ndihmu, dhe më falenderoj tanë jetën është ta është gjallë, shola njën këtë emision e më lajmëruat në herë, po i jam bërqli tanë jetën. Do duhet të interesoshit vetë ju bila për të atakuar, apo? Absolut, po ta dija. Po ta dija ku është? Po as ja di emrin, as mbi emrin, takim i stacionit trenit, takim i minutav, do me thonë, qëshe kam taku në Bacin Ramadan, që më interesu për çdo njeri që më ka dhonë një kafe, se lemon një ndim momentet matronat jetës time, si Bacin Ramadan, pastaj një Leksyla i Gjakovës, më ka majtë në Vjenë, në banesën e ti, e Leka më ka qunë ambasadën e Shqipërisë. Para se me u dërzu në kamp. Po, Leka, Leksyla, më ka, i thash, a mundesh, a kina i lidhje me ambasadë të Shqipërisë? Tha po, thash, a mundesh me më qu, thash të shkoj t'i marrë do libra se unë e qmendem në kamp të refugjatëve në qose nuk lexoj. E më ka qua aty, e më ka pritë Skënder Dushi, me origjinë nga Gjakova, një diplomat i jashtëzakonshëm i Enver Hoxhës, pastaj e tërhoqën se puna e sigurimit shtetit, dhe më ka pritë Angel Koloneci,
djali vllavt të Angel Kolonecit është i martu me vajzën e Enver Hoxhës. Sigurimi ju bëri pyetje atë, kur shkuat në ambasadë. Çfarë ju pyeti? Jo, dolen mpreten, sigurisht kanë qenë sigurimit, tha pret këto, erdhe Skënder Dushi, edhe prej nga i, thashtu me morën krejt shënimet, a kupton? Edhe pastaj shkova në kamp. Ishin miqësor apo silleshin Tepër miqësor. ndrojtën? Tepër miqësor, me dhimbje shumë të madhe. Domethënë, këtu ka qenë momenti kur ne jemi mu më kanë trajtu si fëmijën e vetë, unë realisht isha shumë i ri dhe më kishin pa shumë të çkym në tanant. Du me ta tërgu një histori pastaj që po thjesht se kum thonë asnjëherë. Personi tjetër të cilit jam falenderues, sot jam gjallë edhe fëmijët e mi, është Bac Selman Thaçi, më duket është migja i Hashim Thaçit. Po do thotë unë e kam njoft këtë njeri në 82-ën. Bac Selman na fillu me organizimin e demonstratave në Vjenë, me aktivitetet tona, me prishjen e koncerteve, kallxejke Mixharom, rahmet i pos shpirti, kallxejke thike, atë kujtuhet më remlem kur do ishim me na rre, se erdhen i silka ambasada Jugoslave me bo koncerte. Po. E poezie që shto, në shkoj shumë ja u preshëm. U baj shumë nja 4-5 shok, kishëm në salë Kosova Republik, bërtet shumë edhe u preshke me koncert, me krejt. Edhe, më duket ka qenë një herë edhe Nazimir Rahmani, edhe nejse, këta ambasada Jugoslave në Vjenë, që u shumë e fuqishme, lobi serbu. Sot është lobi serb aty shumë e fortë. Eksakt, edhe ju thojnë autoriteteve austriake, Po. që Milaj Mzeka u arratis prej Kosovës se ka plaçkit një bankë. Javqojnë dokumentacion për me më këthy mu në burg, se Udba në atë ko planifikante në kry me Lutfia Jazin, mëse më këshin qitë mu, më këshin torturu, njërën ma bizare, me gacë cigares në burge, senet ma të poshtra, dhunën ma bizare që e kanë përdur, se i kam dëshmitarët sot janë gjallë, po që alovë, si ku më dhonë vetës, kur rëndësi gruja më thëtë qysh brës shkom me intervistu, Ismet Zeneli, ku është TV Dugagjini, qysh quhet këtë fshati, Orlovic i kanë thënë për po, Shkaba, ja? Shkaba, po. Ismet Zeneli ka qenë burg me mu, njerin nga krypuntor të Ramiz Sadikut. Edhe ka qenë burg me mu nga një Krasinqi. Në Qëli, në Prishtinë, kemi kanë dhoma numër 19, në katin e dytë, kur halosim shku me vizitu burgun, se po eruj një moment me morë qikat e me shku mjanë rëfyqit pjesën e jetës time që na kanë bon burge, krejtë shqiptarin ka. A u këtanë? Krejtë në ko shqiptar, torturat, unë e kumë pos një farë romë që në prezrenit të konë tërbesh, po torturat ma të rona në jetë me ka bon, do me thonë, Lutfia Jazi, më ka torturu në mënyrën ma bizore a jetë i Stugu, Gjafer Qorri, në Drenica, alo pa më prun këto, Tahir Shola i në Grufcit. Dhe më thonë, këtë shajen që e kam këto ma kanë bon të tavulines. A bu këptan? Dhe në fund më kanë qitë me më pushkatu, më kanë qitë thejsin kry, më kanë qitë të proniket që të imë në atje, të runiku, edhe i pata thonë e Lutfia Jazin që se më shtin gjallë dhe njëherë në dorë, me mu banë që ka dush. Deri më dollë në Itali e këm pos pastaj në farë gjysmë teho zhjiletës, e pata fut që të në pantal, edhe këm pos në revullje beret italione, që thësha ose vraz veten, ose i prej venat në burg, në që se më kapin. Që kërkonim prej jush? Zbulimin e organizatës. Ka thënë në detaj diçka. Zbulimin e organizatës, krejtë organizatën, unë në atë kohë, Redvan, në atë kohë,
janë dëshmitorë, pa ta po fulin veç për vete, edhe i vetëm unë e fuli për emna. Ti po flet për tjerë, po edhe për... Po, unë e fuli edhe për njerëz me cilët unë nuk flas, nuk i du, nuk i kam miq privat, po kur s'jav hakun për veprimtarinë që e kanë bo. Ko plot për i qëtyne emrat që ti përmena që unë s'kam qef 500 metra me i pa. Se janë njerëz ma turbullojnë lukë, thënë kur isha, po si veprimtar jav heqi kapelen. A vëtan? Po të kthejemi të historia bac të Selman Thoqit. Po. Punëtorët unë atë ko ka nejë në për klube Jugoslave. Klubet Jugoslave që në ka nejë krejt Serb, Malazez, Shqiptar, Macedon, krejt. Ambasada e Jugoslavisë aty edhe Bat Selman e njën ambasadorin e Jugoslavisë të i thonë që aty pihet a i pak, thot dojna mja lidhë, thot durët njonit filonit, thot për me këthy një Jugoslavisë që është. Edhe vjen Bat Selman, edhe më thot mu, kum një që i djole Hastreti, kum një që i Drenicës, ik se po dojnë me të këthy. A realisht na, që si lëbë shgjolla ishëm, pse Bat Selman ishte martu me një slave, a vëtën, sikur bekim Femiv që ko i martu me brankën, që i kena paragjyku njerëzit, na shokte me grupe jam me konsiderojshëm Batin Selman si armik, a vëtën, edhe aj realisht më ka pështu për pa më këthy në burg në ish Jugoslavi, pastaj kam ikë prej atyt edhe kam shtu. Kam dollë kom Salzburg, kom flajt në Mal atë not, jem shku në stacion trenit, edhe aty i kom taku 2 shqiptarë të cilët më kanë morë në banesën e tyne, në Basha e Suarekës, edhe aty ka qenë takimi parë një që kom bëllë me Bacin Rifat Jasharin, tani këta më kanë qute Hafiz Gagica, të shok të Jusuf Gërvallës, kam shku në Stuttgart. Pej Stuttgarti... Tërkohë një kërë pjesë asaj ati rethi... Demonstrotën e parë për kunder vrasjes të Jusufit të Kadrizekës dhe të Bardhushit e komu dhejqone. Ki dëshmitar të thëtë Gjafer Shatra janë shgjallë, e plot shok, Hafizin e kompos që shkojnë në botën tjetër para disa mujve, Hafizin e kompos shok të shpirtit, nga shok të mi matë ngusht, e pastaj në Stuttgart, më ka marrë Selman Rashica, që i falenderohem ta njëtën, është gjallë Selmoni, është i familjes Rashica që u bo masakra e madhe në Ushtre. Selmoni më ka majtë pastaj në Paris, edhe jëm shku prej Parisit, i kom hyp trenit, u kom një tren e shpejtër e dvan, po flasë për vitin 82, më sarra, të so vjetë që e ka? 2 vjetë. 2 vjetë? Vjetë e pak, 2 vjetë. Oke, tash, po flasë për vitin 82, i kom hyp trenit, trenit 260 në orë shkojke. Edhe kom zbrit në Lyon, para se me hinë Zhenevë, në stacion para se me hinë në Zhenevë. Francës, po, qytet francez, po? Po. Kam qenë Lyon, po. Oke, edhe Gjafer Shatri i ka qitë 2 mërgjimtar tonë, më kanë marrë tonës t'juj, Shyqen, Shyqeria me Mustejqe, njërë nga shqiptarët më të mirë që i kum njoft, po. Ordë Shyqa më ka mojtë tani Bacilazi Svirces, edhe shumë kum njoft të shqiptarët tonës t'juj, Kam pas shumë në Zvicërë, në Gjermani. Në Gjenevë, tepër shumë. Sot ka shumë, po. Po, edhe falenderoj babën tim, baba im më ka mbjell dashnin për anën e juj. Se baba im ka punu në soliter Gjilanit. Po, në ndërtesin që... Ende i thojnë të soliteri. Bravo, edhe pastaj i thëshin Binaçka Morava Binqes. Soliteri me Moravën e Binqes u bon bashkë. E si fëmi, baba më falë, thëke nuk konë njerëz më të mirë, bera, mbaj ke humor, thëke honë shumë speca djelës. E tani, javë tregojsha qëto rrëfime, po mu më njefshin si gane. A vëptan, ju si milajem. Si gane. Si gane, edhe Gjaferi ka qitë këta, e jëm shku 28 nëntorin e vitet
1982 e kena festu në klubin Iqbal Prishtina në Zhenevë. Që thu? Në klub krejt i ki portretin e Batstadem, Kosova Republik me Kadrin, Zeken, po? Jo, Kadri Zeka ishte Evropë, po Po, më thonë fotografit e tyre. Po, gjitha që su gërvollës po. Kadri. Po, u ka dhe një Kadri, po tash të kalëzëju ne, aj është Baxhanak me Recep Mollen. Baxhanak me Recep Mollen, njërin nga shqiptarët më të mirë, tani e kum njoft Bacin Hasan, Hasan Mollen. Vllahun e tij Hasan. Po, shumë njëri mirë Bacin Hasan, tani u ftofa. Andi jeton në Zvicër, vje me rastin Kosovë. Bacin Hasan tani u zhduk prej radarit tim, nuk e di kur pse, po në gjithmonë e kum jeton në Zvicër. Po jeton me rast është në Kosovë. E di, e kum taku mas shumë. Vajza, me qenë se përmene patriotin e madh, herojnë Recep Molla, vajza ati Fitoria, u bon rektore e Universitetit Gjilanit. I kam njoft dhe me thonë Recep Molla edhe Nuhi Berisha, po këta jënë vro ma vonë, Nuhia, po kanë qenë përmes Elmi Zekës, shumë vonë më ka të regu Elmia, jënë ko disa herë që i kanë mojt takime të baba im Komaran. Ilegalja ka pas një përjarë nga në Morava, dhe më truri, nëse mund të them ashtu, ilegalit në rëfonat e Kosovës. Kryetare kem pos një dajetin të sinin, një përlepnicës, apo kupton, edhe qështu tani nejta në Zhenevë, e pritëm festen. Krejt mërgata, jeta jote në mërgat, dhe më thonë të ka për cilë, këtë jetën tonë të hija traumave të asaj Kosove, të regjimit të test Jugoslav, të atyre shqiptarëve që kanë prodhu tortura ndaj Kosovë. Dhe kjo të shka shkund, milajnë tërkon së të kalon me nejtë. Po jo, shiko, kena dosht bre me bo diqka, për shambull sot kur i kthejna jetës time, për të pos që më duket prall, ka herë, adin, mënuna gjithmonë me full me qëto referenca, mi kalëgju nësët edhe fëmive të mi, nështë që kur u bon nejta unë në Zhenevë, shkova prap, u ktheva kom, dola në Francë, i hypa trenit u ktheva në Paris. Po u ktheva në Zhenevë prap në janar, edhe imagjinate këta Shyqa, Kadria, më kanë shti në autobus, pa pasaport, jëm hi në vecet autobusit, e kum kalu kufinin, jëm dollë në Gjermani, e kum udhëhiq demonstratën e 17 janarit 1983. Janë inqizimet, janë fotografit, janë gjitha. Pastaj u futu të banë mes neve, filloj lufta, këto e ka qitu të ba, Gjafer Shotrin e kalshu të ba për i Burgut, Ibrahim Kelmendi thoi shena është pjesëmarrës i vrasjes të vllazneve Gervolla, Milajm Zeken e kalshu Udba, e kanë qitë jashtë Udba, këto Hafizin kështu, krejt pike 5 në banën. Do më thonë, shkrujke ambasada Jugoslave në Vjenë, komunikata, në emnin e ilegales, në emnin e organizatave tona, me vula original që i kopjajshin, imagina, edhe në banën pike 5, në futen luftën, kjo kështu, si kur sot imaginati 2026, e lemon 1982-83, ku ka ecë bota, e 2026, sot nuk ka met njeri që ecë në 2 kam, e që vetë vendosja nuk e ka bo shpion të Serbisë. Që 2026, veç hin këqyri këta qenefat, këqyri zorën e trasht Beogradit, që pa dyshim, dje, jo ma largë se dje, ma ka thonë një studente që po studike shkencat politike në Itali shqiptare, tha ma ka thonë një italian, ju shqiptarët më su abet një heq, se 500 vjetë Turku javë ka përzi racen, e 120 vjetë slavt, shkavë. A diti so pipat e so kopilat, i ki sëd,
në Kosovë prej që atyne që sot na shojnë, se nuk mundet më shau i det njone në Facebook, Ridvan. Edhe i thash e para, kalzo drejta je i Drenicës. Tha, qysh e dite? Thash e dita se në Drenic ka veç diamant edhe thashe, mësi e ka që poshtër garanti Drenicës i. Veç me ma shoti mu nënën hajri, që ma kanë pjek në Sofali, e me ma shomu familjen që tanë jetën baba im e babgjyshe kanë kontribu për qëtë ven, e une më s'paqa bo mirë tanë jetën time e kun sakrifiku për qëtë ven, thash, shko të shpia, rehenonën kam gji, e detyroje me të kalzu kanë e ki babë, se ki Jovanën, Stojanën, Milanën, unë e thash në gjakbarë që ta kam. Se zdel ty baba shka, thash unë në gjakbarë që ta kam. Pse? Pse ti do të me konë fort roce poshtër slave, me sho sot një veprimtar. A kisha imaginu une me sho një kundërshtor timin politik, për shambull, ja po e marë Glau Konjumfcen, ose Enver Dugullin, ose Albulina Haxhiun, ose Gani Krasniqin, përso kisha mujt unë me i përzi ata në taborën e Beogradit, pse unë me ta kam divergjenca politike, për 1.000 vjet ju. Për 1.000 vjet ju, kur unë edhe krejt shok tonë, për shembull, babgjyshin Albulina Haxhiut e kemi pos njerin nga shok tonë më të ngushtë të ilegales. Kur Sherif Konjumfca ka qenë shok i juni, kur Glauku ka qenë njeri i juni ilegales tonë, me Enver Dugullin, na kemi përplasje ideologjike, politike, strategjike, të në të zezët. Jo më të lyp fjalimin që kemi mbajnë në kuvend, teksa ishe deputet kur ju drejtove zotit Kadri Veselit. Ma e me një këshill, këta faqezi kanë urrejtje patologjike ndaj teje, ndaj meje, ndaj gjithë neve. Edhe to ka mu bo bashk me qill. Këta kur nuk na folin që ja kena vro nonën Jugoslavi e motrën Serbi. Kur? Këta dhe andra të shojnë serbisht krytar. E ti do mu bo jaran me ta? Ti do mi thonë, hajtë se për hirë të kalume, s'ka qenë, ne do vazhdojmë. Me kanë do vazhdosh? Me ata që na i kanë lonë nonat tona të i vajtu për neve e na kanë përzon në egzil ka 20 vjetë deri na këty në luft, me ata që na kanë shpionu 24 orë, me ata që na i kanë dhunu në përdhomat e hetuesis gratë tona, motrat tona, me ata na do bojmë koalicion e do paraqitim e civilizum, jo krytar. Prandaj të lutem edhe njëherë, kur ju thu ka herë kam ju një shek, më zgudzov shtimi një, thirrëmi dit kalzom unë një qëto dalë në foltore, sepse as nuk ja kam frigen, une një andër më kanë realizu dëshmor të kombit, edhe ata martir të vram, krytare kum pos veç një andër, me shkel 2 minuta në Prishtinë i gjallë. A mu ka realizu kjo ndër, unë e sho vetën të vdekur, vetëm që flasë me zonë, po dhe kufoma jeme, ka me qenë friksuse për krejtu të bashtë, për krejt shpionat, për krejt faqezi që na kanë zi jetën kombit shqiptarë rrafsh 50 vjetë. Këta krytarë na kanë burgos pëse na kem dëgju Radio Tiranën. Themi në studio të ndëruar shikus, ishte një fjalim ish deputetit Milajm Zeka në kuvend gjatë vitit 2018-19 në atë legislatur, dhe ishte kryetar kuvendi Kadri Veseli. Ju keni jetuar me dallimet e thella kulturore si i ri Zeka, me pjesën tjetër të shoqërisë që ka lëndru në të mirat e atij regjimi, dhe po nga i regjim keni përjetu nga ata shqiptarë si shtatë dhe tortura, dijen me emra dhe mbi emra njerëz, dhe sot në liri gravitojnë në hapësirën publike në bazë edhe si figura heroike. Po, si vjen morë heq. Dhe ju shpërthyet në kuvend si rezultat edhe i përjetimit këtyre dallimeve kulturore, Zeka, po?
Ma shumë ka qenë shpërthem kundër drejtimit të gabuar që kish morë politika në atë kohë në kry edhe me Hashim Thoqin, edhe me Kadri Veselin, edhe me Ramush Haradinajn, edhe me Fatmir Limajn, që po i rehabilitonin njerëzit që realisht do duhet ishin në burg edhe do duhet dënueshin për krimet kryera kundër shqiptarëve. Njerëz cilët na kishin dhunu, na kishin përdhunu familjarët tonë në përdhomat e tuesisë. Qifteu në kam folë para shumë viteve kam folë për Mehmet Locin, kam folë për Aslan Slavnikun, kam folë për Flamur Kelmendin, i cili ka qenë prokurori asoj kohë. Flamur Kelmendi e ka dënu babën e grus time, Bacin Rifat Biringjikun, babën e ish grus time. 5 vite burg, vetëm pse ka ardhur në vizitë une. Flamur Kelmendi e ka arrestu, ka dha urdhër mu arrestu Dostan Bujupi, që është babgjyshi Albina Reshitajt, të cilin e akuzon, thot, ke lexu literaturë armiqësore të cilin e ke morë prej Mlaj Mzekës. Kur quhet Baci Dostan, në proces gjyqësor, edhe thot, po unë jam analfabet, bre, nuk di shkrim e lexim. Ky ja ndron akuzën, thot, ai ka lexu, ti ke ndëgju. E arreston Bacin Ramadan Sholën, burrin më të madh Dugaxhinit. E dënon për herën e tretë, vetëm pse ai përmes Bacit Rifat na dërgon një letër ku thot që do ishte mirë mu ofru me Xhafer Shatrin. Mu ma dërgon një letër, thot është mirë mu ullë me bisedu me Xhafer Shatrin, me vazhdu me arrit një farloj bashkimi, një farloj koordinimi. Dënohet ky grup dhe këta do me thonë njerëz të cilë krenohen, po Adriatiku krenohet me Bob, thot, Bob si jam s'ka pos hiç kërka, apo kuptan? Historia mbetet aty, do duhet mos në shohit, mos retushohit. E tash, shpërthimi jemi ishte ky, do thot, kur unë e shisha Hashim Thoqin, jaran për krykreje me Baton Haxhiun, me Adriatik Kelmendat, me Tom Goshin, kur e shisha që Kadri Veseli e thërë ke veton surrojnë me pi kafe në kuvend. Apo kuptan? E i rehabilitoj ke njerëzit të Serbis, cilët ishin dëshmu që këshin punu tanë jetën për Serbi, kjo ka qenë shpërthimi im kundër shokëve të mi, të cilët i kam pas edhe vazhdoj t'i kem herot luftës. E cilët i kam pas e vazhdoj t'i kem e do t'i kem tanë jetën si zhgënimin tim më të madh të pas luftës. Ridvan, bashkë në atë legjislaturë, Albin Kurti nuk dojke me u betu para flamurit Kosovës. Nuk u qejke në kam. U bajke luft aty. Këshin vu këto na... Stremat. Po na ju thojna Znoçk. Znoçk, ju kena thonë sërbesht. Po. Ajo u ko zhargon popullor. Kadri Veseli, për me u talë me Albinin e me këta, e duke më pos mu mik edhe familjar. Ju vetëm që njone Kadrin si fmi, po janë 2 vajzat e dajs tem, dajs Shaqir Sylani që u vron luft, 2 qikat e dajs Shoq janë për vllazën të Kadris të martume. A vëtan? Dajn Gjof, të zjajmone, qika dojs tem, që u konë po ashtu në legalitet të shuqe klos tem, është gruja e Sabitit, Sabit Gecit, Sabit Veselit. Po, ndjerit, po. Të ndjerit. Po
Aja ka dhonë edukatën patriotike Kadri Veselit. Sabiti ka qenë... Sabiti, imaginoti të zënaj mone këm pos edhe e kam sa është gjallë për fat, ma motër se motrat e mija, edhe tash duke pos Kadria që ta fërsi me mu, familja em, ku e ki znoqken, pse se ke qitë tha znoqken mu bodhe të patriot si këta. Original që kjo në fjole atina. U qu Tom Gashovici, Gashi. Po, Tom Gashi, i cili, për dvet me njeri më ka full kes në kibe kelmende. Për dvet me njeri, që thot i ka shti me puth flamurin e Sërbis në zyre ti e ka pos për bol supit zyren, e u kod gjykac në kohën e Miloševiqit dhe në vitin 1993. Tha, i ka thonë Kadri Veseli znoqka. E jena ko unë në tavulin, e Kadri Veseli, Samil Ushtaku, po i në kohë 2-3 vetë, po të foli për njerëz gjallë. Kur Kadri Veseli me gojen e vetëm ka thonë, tha valla Emel, tha, kom gabu se të edin që ka pas imitu edhe Rahmetlia Ademikulovci. Kadria gjithi kalion fjalit dhe në gjyst. Tham ka thonë dhe nusja e ki obligim moral me dal në konferencë shtypi me esaru që të punën e znaqkes. Kadria më ka thonë me gojt vetë, kur nuk doli. Apo kuptan, këtyne fort ju ka konvenu mu për qo shukët me zveti. Fort u kanë hop grupi, u bo grupi Kadris e grupi Hashimit mrena Partisë Demokratike. Për interesa totalisht jo parimore, po për shkak të intrigave që ty në faru të boshav që u futën Parti Demokratike si me satelit, erdhe edhe deri të përqomja me Fatmir Limen. E shumë gjona tjera. Njëjtën skeme ka përdor Ramush Haradini. Njëjtën skem. Njerëzët, Ridvan, njerëz janë të incizum, e që kanë thonë që Haradinajt kanë myt njerëz me tërnakop. Sot dolin fotografi me nënën rrugë. Sot dolin fotografi me nënën e Ramush Haradinajt. Njerëzve, cilve vetë Ramushi, ju ka thonë live në studio televizive, ti e tradhtar, ti ke boshkelje, tradhti komtare, ti e kon kështu, në fund ti ka thirrë në përdarsma. Apo kupton ku e kanë degradu këtë. Dhe krejt këtë qorbë, s'po dune me hitë të gjykata speciale, që na ka thirrë, po Kadria ka qenë gjithmonë kundër gjykatës speciale. Për hir dë vërtetës këte po ta them. Jom konë, madje jam edhe dëshmitar i një përplasje shumë të madhe të Kadri Veselit edhe ta Shënthoqit për formimin e gjykatës speciale. Kadria ka qenë në mënyrë kategorike kundër, por Hashimin e kishin bind administrata amerikane, administrata e Barack Obamas, grupet që tash po shihet kush e kanë bërë. Edhe server tha, bëm gabim, tha që i bëm presion Kosovës. Eksakt. Por për te i gabimet shumë të madh, unë prapë konsideroj si rastin ma heroik që e ka bon Hashimi. Pse? Se e ka vunë peshore interesin e shtetit Kosovës mbi interesin e vetë personal. Se është ditë që target i kësoj gjykote do jetu që këja. Ma vonë është kuptu që krejt qorbën e gjykotës e ka përgadit Serbia. Krejt këtë qorbë. Po, ky ka qenë shpërthimi jam edhe zhvillimi me. I tha dhe në kuvend, po vetë 6 muaj të isha në pushtet. Kur? Që do të bëhe, po të ishe sot 6 muaj në pushtet? Me 1 milion fakte, prova, dëshmi, e kësha arrestu Albin Kurtin. Po so polici polici ka shku në spital me gurë. Po so domen e pasuris publike e ka bon Albin Kurti.
Po Albin Kurti është shtysi i vrosjes njerëzve në bulevard. Si kanë emnat ata që në vronë demonstrot? Bala Gjeladin, Arben Gjeladini. Po ky ka ka shti mu vro njerëzit, kundër Pakos Tahtisarit. Çka po dën ti duhet me kon prokuror me njohje minimale në fushën e drejtësisë për me akuzu Albin Kurtin si terrorist. Po këta kanë gju me zole, kanë gju kuvendin e Republikës Kosovës. Po parlamentin kush e kalli? Albin Kurti ka qenë iniciator për kolljen e parlamentit. Dhe sot është kryeministër. E kadria ja bajke, ma bajke mu milajem. Qysh milajem? Qfar milajime? Po kur më karo mu froshër Krasniqi. A u konë në vetë vendosje. A e ka full në i laf Kadri Veseli. A e ka full në i laf kryeministri që une ishëm koalicion e Ramush Haradini. 0. Kadria 0. Presidenti 0. Fatmir Lima 0. Am ka mbrojt muna kush? Për pos grus tam të shkretën që dilke në për studio televizive e u ballafaqike me këta bandita. A ke bërë vetë të pyte, pëse s'të kanë mbrojtur? Jo, ata letja bojnë... Pyte, jo po, me gjithate, njerin në kësi situata, duhet me gjithë forsin mja bo vetit edhe pytin, pëse? Krejt që të lofe që une po të thamë në studio, krejt javë këmë thonë tavullin. Nuk ka dilem, Bile, nuk po du me kalzu, ju këmë thonë shumë maran. Shumë maran, ju këmë thonë. Më falë, ju më dollë në foltore të parlamentit. E pej zhgenimet tim që këta s'ka në ragu, ju këmë drejtu prej foltores Albin Kurtit e Recep Selimit. Që Recep Selimin mas lufte e këmë pos mikun tim matë shtrajt. Edhe konsideroj që nga njerëz të matë meqëm të QK-s ka qenë Recep Selimi. Do më onë, në UQK-jën ko 2 njerëz me cilë ke mujtë mull me full normalisht, Recep Selimi dhe Gjavit Aliti. Me tjertë, do më onë, veç ke mujtë, ja me kalzu Barcoleta, ja me bona intrigë. Por, që Recep Selimi u ko endorsement tam, tash të këshyrë fotografit e takova para 3-4 ditëve djallin e Regjës. Thash, kur ke lindë të Gjagj? Thonë e kum lindë në maj 2006. Në maj, imagino 4 mujsh djalli e Regjës u ordë me morë re denuse. E gjetëm një fotografi, u konë Shqipja endorsementime, u konë Recep Selimi endorsementime. Po politika të Lekundit të prishit të... Së më ka prish, me Regjën së më prish. Por do me thonë që edhe pse i kumë thonë që të lafë në foltore e Regjës, prap kena folë... Të shojnë si të parahat shumë ila. Jo, une gjithmonë e mbroj atë që e kumë thonë në parlament. Këta, nuk ju tremben as kaloshit, as bombav, as kërkuj. Këta i tremben veç trunet njeriut, edhe librav. Une kum pos pytje, a ma shumë ju frigoni 4 bomba mja u fut në dhomën e gjumit a 4 libra. Unë foltore i kum tho Albin Kurtit, me kor rrugaq si kur ti, unë e vit bishu plak që tash. Kum tho rrugaq, Albin Kurti është nona fregacakve, është psikopat për musjelaj me dhunu shtetin, me dhunu ardhmerin, e vanitun, po Albin Kurti është te për fregacak. Dhe, a di kush e ka qu Recep Selimin vetë vendosje? Dhunshëm. A di kush e ka qu? Kush? Ramush Haradini me Daut Haradinin. A di pse? A je sigurt? Po thamë publikisht. Po pyte po bëj kështu. Po une po t'i spjegoj ty rrethonat. Okay. Tani këshyrit ja jam i sigurt as jam. Pytje, miliard të e që kam dhe me vërë. Po toni kam shok, E di që i ki... Une nuk hopi rrena ndaj atyre që si kam shok, e limon ndaj shokve. Regja ka post nestrit në ora 9 me dollë në konferencë shtypi. Po? Me u rikthy në okë. Blerim Shola i ka thonë Ramush Haradinajt. Në që se Regja këthejet, unë edhe dreqe.
Edhe Dauti i ka thonë Regjës, jo Regjë, vazhda. E ku vazhda? U shku në vetë vendosje. Për shkak të përplasjeve. Për shkak të përplasjeve. Qështu? Këta për shkak të përplasjeve u përqo krejt krohu i patriotëve, mos thamë krohu i luftës. Edhe përsta i futën qëtu farë vegzat, qëtu farë pykat e udhëves, e tjera, e tjera. Demokracia karakterizohet me dallime kulturore, në mendime, në përjarje të asaj bindje të llojeve të ndryshme, e tjera. Milo, po ka kritika shumë për mendësi neo-jugoslave në Kosovë, për përplasje krajinore, për përplasje me gjuhë edhe raciste krajinore, e kështu me radhë. Ju e ndjeni këtë si ta thëmë, këtë mjedis kulturor që është i goditur, se nuk mund t'i themi demokratike u rejtës, i baza krajinore. Mund të themi mendime, demokracia prodhon antagonizëm, por jo u rejtën, nuk do duhet të... Shiko, diamanti është rezultati shtypjes të dyanshme, kur ka presion shumë të madh. Tash kjo pëdi ku pe qetë ti, a ndiju në vetën do njëherë, a kam di vetën të sulmum pëse vin nga Drenica. Jo, në përgjithësi nga po thëmë. Jo, është shumë e vërtet. Unë kam folë, unë kam shkru për këtë gjera. Ka pas në të kaluaren, edhe para luftës, edhe në kohën e komunizmit Jugoslav, edhe sot, një racizëm ekstrem ndaj Drenicës. Racizëm. Dhe më thonë, që javë ka prish gjithmonë, Drenica ka qenë krahina në bazë dokumentave serbe, ju në që po thamë, Drenica ka qenë qerdhja që javë ka prish rehatin edhe turqve, edhe kur pushtet Drenicës ka pranu as turqve, as Sërbis të parë, as Sërbis dytë, as tretë, as të kërkuj. Por, atë që unë e këmdi mas keqti e mas rane, është racizmi e urrejtja që kanë përdur Drenicak ndaj Drenicakve. Kjo është e ronë, se ty që i atje, ti ndash urrejëm, ndash dujëm, na me ty ndryshe, unë sillem me një njeri të një rrejtë tjetër, apo kuptan? Po kjo i ka ndodhur Drenicës shumë e ronë. Lufta ma e madhe mas lufte është bon mes Drenicakve. Përplasjet ma të mëdha mas lufte jënë bon mes Drenicakve. Jënë bon edhe sot bëhen. Jo më ke thonë, jo të kumë thonë, jo ta ku një vdojen, jo tezja ju të u dollë në ergardh, jo mi gardh, jo këto. Lëj marrina shkum dëgju e dëgjaj në mes njerëzve shumë të mëdhaj Drenicak. Mu nuk ka ardhë ai ministri i brendshëm që u kon fenomenal, i vetëmi me karakter që dha dorëheqje. Fatmir Regjepi. Nuk ka dha urdhër Fatmir Regjepi me arrestu Milajm Zekën, kur njëtën e vetë kur u kon minister. A dikush ka dha urdhër? Abelar Tahiri. Abelar Tahiri vjen nga Likovci, gjyshja ime e Likovcit, unë shok klase me migjen e Abelardit, dojt babes, apo kuptan, imaginati, Abelardi e thirë në telefon i merë beken, e i thot arrestu Milajm Zekën, pse kum përmen unë e fjallën kanon. Pse kum përmen unë e fjallën kanon të Fidoni në televizion. Vetë që kum thonë une me Hashim Thoqin, me Aleksandr Lumezin, që realisht aty në jam kum përmen emnin, jo një farë gjynohit atje të anës tone, që kom prokuror, i njerit prej rasteve, që tash 8 vite më kanë mojt proces gjyqësor për qatë. Me përfunduat. 8 vite, imagino, vetëm për fjollën kanon që kum thot do merrem vesh. E prokurori, prej merrem me vesh, e ka bon në akt akuz, do të ndjeki që gjykatësi u shokua, e këshin hup CD-n, se ekziston të fare, CD-ja si provë. Kur dha urdhër gjykatësi, i tha prokurorit, kuan CD-ja, tha pas ka hup. Si provë. Si provë, merre me men, pa provë, kur e sollën e lëshun në ekran, thash, a kum thonë ka me njek, a ka me umor vesh?
Imagjina, edhe mas i më arrestojnë, prokurori Macedonci, që kujnë burgusën politik, jarani jemi, rishëm, pishëm, rakit rushit me ta, merë me men, i meri, i thot arrestojmë lejmi, na ju konë prokuror kujdestor më arrestojnë, e më qojnë në burg Gjilanit. Mos i më arrestojnë, e thirë thash, dikush tjetër Macedoncin, i thot lëshane, i thot nuk pe lëshaj. Herë arrestone, herë lëshane. A e kupton, ku kanë shku, dhe më thonë, e shok ton për e note politike person. Unë e gjombrë si ku mbo, o Ridvan, as një plom të Kosovës, as 2 mm tokë të Kosovës nuk e ku marrë. As një tender të Kosovës nuk e ku marrë. Kur nuk ju kum dollë kërka nudhe, kërka, se avë kum prish planet, a kanë marrë, a kanë vjedh, a qka s'kanë bon. A përgjuta, krejt qka po thot Albini është e vërtet, nuk ko sanë që s'kanë bo, po kanë punu. Autostradat ata i kanë bo, aeroportet, shkollat, spitalet. Albini ka vjedh e ka shkatru këtë venë, gjën s'ka bon. Po unë si kum përzin hajni as atyne, as Albinit. Unë i kum qyrë veç punët e mija, të 4 qikav të mija të familjes time. Ditë shka të kam po si problemi, lë. Kanë po problem, vetëm pse. Në që të mentaliteti, po thëmë, ty u referu se të ki taksiratët shumë të me... Mentalitetin ja edhe e dyta, ata e kanë ditë, e din edhe sot. E din që prejt 79, deri sot që po fulim, nuk kanë mujtë mu ullë me mrajt kur gja. As me më kalëzu diçka për ilegalitet, as për burgusje, i burgusur jem ko, në legalitet jem ko, njeriv që për herë të parë 198 televizionet botës, e kum qitu që kënë me Moska jem ko. Une, apo kuptan, do më thonë, në Rambuje jem ko krohu i djathë Hashim Thoqit, që ma e mirë në men, jo delegacionit që për rajnë këta. Hashim Thoqin e ke pos fikolli vetën, kunder krejt tjerve. Delegacioni shqiptar, thotë. Delegacioni shqiptar. Një kunder gjithve. Absolut, mësë me ko trupi Hashim Thoqit. Ma e mirë, për mu, Hashim Thoqin a kundërshtori ma i madhë politik. Më thonë, si Milaem, se thashë në natë njonit, tha ti e ko ta njetën PDK. Ta njetën thashë e kum votu PDK-n. Se PDK-ja nuk i ka bo dam shtetit. Po PDK-ja më ka bo mu dam. Po Albini ashtu i bo dam shtetit. Albini po i ba dam Kosovës. Po do me thonë që mos me paskon kam gulja Hashim Thoqit, ti sot nërë Sërbi ishe. Sepse? Sepse... Stonte pjesa tjetër, ke qenë aty? Krejt. Stonte Zotit Suroj, Zotit Shala, të tjerët. O veç rishin, qaj draft marveshja e parë. Po? Që këta thujnë pëse se kanë nënshkru. Hashimi, po? Tish nënshkru drafti i parë. Na jena ka autonomin kodër të Serbis, 7.000 forca policore serbe në Kosovë, edhe vetëm ushtria serbe ka pos me konë dikun 7 kilometra, nuk e di detajet, po thjesht ti e konë mrena Serbis, në draftin e parë. Në momenti për plasjes Zotit Thaçi me pjesën tjetër, ta që me Rëgovën, me Surojt, me kush ishte tjetër atë? Me gjithë? Me Rëgovën jo, me Bukushin ka pos për plasje shumë trama. Apo kuptan? Por, Hashim Thoqi ka qenë i vetmum edhe në raport me këto komandante zonave. Për plasje ka pos edhe me Bacin Adem. Demaci, po. Unë kum komuniku me prej telefonit tam jënë bo komunikimet. Hashim Thoqi ka full nga telefoni jam, unë kum full me Bacin Adem, kur ka pos për plosin me Olbrojten. Takimin që keni organizuar në Sloveni, pastaj, po. Për herë të parë, prej Rambujes për telefonit tam, ka full Hashim Thoqi me Suliman Selimin. Unë im konë në lidhje me gjithë këta pse, arsyeja shumë e thjesht, jemi në fshat bre, Nalla Qareva në fshat jemi. Një orë, po. Po. Punë besimi, punë.
Punë besimi, unë jam rënë në burg të dhe të nishën. Ju thunim, po të mos është zoti Thaçi, Meritat më të mëdha qëre 2 momente u hinë historia Hashim Thaçi. Po çka dojnë le të thojnë as interes. Unë personalisht për vetë, tash se dia intereson Thaçit ajo. A beson ti që mu sikur me le në qanë rrugë ose me bon një mocë mjall. Qa që me interesojnë mu opinionet që ka thot XY për mu. Jeta ime ka mu shkru prej arkivave. Jeta e Hashim Thaçit ka mu shkru nga arkivat. S'ka mu shkru bre me komentet Facebookut. Vetë fakti që Serbia e ka trajtu se armikun më të madh, e din që Hashim Thaçi ka 2 merita historike. Merita më e madhe është Rambujeja dhe merita e dytë historike është shpallja e pavarësisë të Kosovës. Sikurse kush në këtë botë mund m'ia mohu meritën historike Ramush Haradinajt për formimin e ushtrisë të Kosovës. O leti që ka thujnë këta, jo përnajnë akome, o kërkush su kome Ramushin. Ramushin si bunduzher u shku në Amerikë, që ato trap, ka thonë do me bo ushtrini, ka thonë grahi. Hashimi, fikolle vetu në Amerikanëve, ka thonë do me shpoll pavarësin. Amerikanët i kanë thonë grahi, po kozëtësia Hashimit me i bindë Amerikanët me i thonë grahi. Sot Kosova, me kursin e saj në politikën e jashtme, ka dialog të pezulluar strategjik me SBA. Sot nuk paraqet lajm që thuhet dikujt, po nuk po du ta relativizoj deri në këto përmasa, po kushdo kryeministër po të ishte në Kosovë 10 vite më përpara, po të kishte këtë kurs që ka zoti Kurti, ai nuk do të mund të bjetonte në as 2-3 muaj në pozitë. Sot duket se është proces normal. Unë krejt gjënohet private që i kanë bënë në raport me mu ja u falit, së është të si problema, dhe se njerëz veç një gjënat madhë, unë fregona që historia s'kom ja u fali, as Hashimit, as Kadris, as Bactjakop, as Regjes, as Fatmirit, as një politikoni, e mos të folim o për LDK-n, që është kulmi gjënoheve politike, që e kanë lanë me ardhë në pushtet Albin Kurtin. Me misionin e vetëm, me shkatru shtetin e Kosovës. Veç që të mision kjo e ka pos edhe ka, veç me shkatru Kosovën, e ka shkatru halal e kuft, e ka izolu totalisht me bashkësinë ndërkombëtare, ekonomikisht kur Kosova së konë krizë më të madhe, kur së konë krizë më të madhe morale, arsimi ka ro për toke, policia prej 2021-shës e deri sot nuk kanë ble uniforma, spitalet janë katastrofë, do me thonë kë njeri ka ardhme, asë një rrugë se ka ndërtu. Ledel, ndosht Albini, ndosht kush do qoftë prej vetë vendosjes. Vetëm letë me përmend 3 projekte të mëdha për 6 vjetë, unë në zgjedhjet e ardhshme e votoj vetë vendosjen. Qa kam unë i noti me VV? Qa më kanë bo mu VV-ja? Unë e të thash, për zia term ka bo PDK-ja, jo VV-ja, po PDK-ja nuk e ka shkatru shtetin. Qa ta kanë bo qatë so kanë ditë, qatë so kanë mujta, kë ka shkatru me mision të caktum shtetin ka shkatru kombin shqiptar. Kombin shqiptar, as Fadil Hoxha, as Enver Hoxha, as Ahmet Zogu, nuk kanë shkatru kombin shqiptar në përmosat Albin Kurtit. Si? Pike 5 i ka bo shqiptar të Macedoni. Pike 5. Tiranën nuk kur s'ka komuniku me Tiranën. Tiranën zyrtare. Pa tje me tarë ty dreqin në kryt shtetit shqiptar, ti e kryeministër duhet me komuniku. Këtë gjdo 3 javë ka shku në Greqi. Shiko, pse ky vend nuk ka shtet, nuk ka drejtësi, nuk ka ky mirë, po thot s'ka prokurori.
pse prokuroria e shtetit nuk i nis hetimet ndaj Albin Kurtit, me thonë, ti mos i ki vetë 16 euro në konto. Në qëto farë konferencat, seminarët kë shkon privatisht, nuk ka drejt kë me shku me hargjimet shtetit. Atëre, kush po t'i pagun biletat, kush po t'a pagun hotelin? A kupton? Llogaritoni dhe transparenca mungojnë. Eksakt. Kështu që e ky tash Përse përfiton zoti Kurti me një rekord në këtë realitet, nëse kaq i zymt, nëse kaq jo premtues Kosova e nesërme. Si arrin zoti Zeka ta kapitalizojë një rezultat tillë politik? Po tash shiko, nuk kam po në për studio televizive, askund, me përjashtim unë që këmë bo një analizë, e u dosht krejt televizionet me bo debat, si ka mundësi që Kosova në regjistrimin e vitit e 2024 i ka 1.554.000 banor. E trupi elektoral është? 2.100.000. Prej 1.551.000 banorve, so banori ka Kosova në moshën 18 vjeçare. Është trupi i përgjithshëm elektoral, dhe atyre që janë jashtë vendit, po. 400, jo, në regjistrim kanë marrë pjesë edhe diaspora. Po. Jo, në popullin. Është një formullë interesante atë, pak me dyshime që mund të jetë problematike. Më falë, po që po jekim edhe 400.000 në moshën 18 vjeçare. So banor po na jesin. E so votus, 2.100.000 votus. E treta, so përqen kanë morë pjesë në zgjedhjet e fundit. 63 nuk porën pjesë në zgjedhje, 63% në pitarit. Prandaj shumica e qytetarit Kosovës është kundër Albinit. Shumica. Na po folëm për këtë pjesën që po e votojnë. Pjesat që po e votojnë, ky ka hipnotizu. A do të shkoj po të ishe sot në pozitë në takim me Kurtin për formimin të institucionit? Absolut po. Në vend. Unë po të isha kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, në vend, jo që do shkoja, po ndoj baja ftesë që takoshim edhe kisha shku me pika. 1, 2, 3, 4, 5. Na jemi për Nëse tërkohën thu që është shkatrues shteti, ka ardhur në mision për ta shkatruar shtetin, pse të besoni në rezultatin e një takimi për dialog? Sepse ka fitu votat. Në demokraci, deri tash unë folja si gazetar, si politikan do sillesha krejt ndryshe. Nuk i alternativ të tjetër, nuk mundesh ti me çu vendin tanë drejt shkatërrimit, nëse ti futesh koalicion me ta, matematikat janë ndryshe. A ma mirë me morë me udhëheq Ministrinë e Punëve të Jashtme, për shembull Partia Demokratike ose infrastrukturën, a me udhëheq Demal Basha. Duket si përpjekje lakmiqare pak në sytë e njerëzve. Më fal, në opozitë duhet të përfaqësosh kohezionin, konsistencën. Redvan, për çka qëndron? Një identitet politik duhet ta kesh. Në politik, qytetarit e votën me udhëheq vendin. Por qytetari bën dhe dallimet politike kur jep votën, apo? I ban, por qytetari nuk të futet ty në matematika, është mirë, është keq me hytin koalicion me Albin Kurtin ose me kandoqoft. Pse këta nuk morën iniciativë opozita me bo qeverin pra në zgjedhjet e fundit që e kishin mundësi? S'kam prirë pavarësi. S'kam prirë pavarësi, mbase mund të jenë të ndikuar dhe nga ndonjë faktor jashtë. Këtë nuk mund ta pohoj me saksi. Në të kalumen janë bo koalicionet ma të pamundshme. Kush ka besu? Ke besu të ndonjëherë që PDK-ja do bante koalicion me LDK-n asnjëherë? Jo, në rrethonat e Kosovës. Pra. Dallimet ishin shumë të mëdha. Dhe sot kur po flasim po ashtu gjua urrëties është e fundit, Zeka është masovikisht e përhapur në rrjetet sociale, në Facebook, kudo tjetër, po hyne për ta hallakat pak rrjetin nxjerr bërllog, nxjerr moçal, nxjerr urrëtie deri në atmosa që edhe nënën tuaj për cilën sot rënkon nga dhimbja Zeka ende shate, fyete, sikur në tjera. Veç, inshallah, veç e ndin vetën shlirum,
psikologjikisht, inshallah fitojnë na i pare të e shonë nënën ta me mu, veç le të vazhdojnë. Që më hanë, që ka folin këta hajvanat, besë që s'më interesan. Jetën e kam fort rregullume për arsye se arritja ime më e madhe në jetë janë fëmijët e mi. Kjo të përmbush. Vetëm kjo. Domethënë, vojzat i kam akademike, familjen, si t'jesh shnosh, me shëndet, e të kesh familjen mirë, kur njët, unë si m'ko asnjëherë njëtë Redvan, prej fëmi si m'ko pjesë e hajvanatit. Nuk jem ko pjesë e turmav. Gjithmonë në hajvanat jom dope hajvanatit, po t'isha pjesë e hajvanatit si Sharon Burg, po t'isha pjesë e hajvanatit si shadon demonstratat të nishën, po t'isha pjesë e hajvanatit si shakonën në lëvizje ilegale ta në jetën time, as luftë se shakty. Për 16.000 ushtari e na ka. Në 6 milion shqiptar, unë jam pjesë e qitësoj 16.000-shit, 3%-shit, 4%-shit, tash je mordë jam pjesë e 4 qikave të mija. Mu më interesoj jeta ime me punu, me kriju diçka, edhe me thirë vojzat e mija, bobit, ku po shkojmë me pushime. Si është e dita juaja sot me familje? Si është e dita juaja? Në ditë e imja, organizohemi, ku po shkojmë, kur jemi në Kosovë, po shkojmë të Volirenc në Gjilana, po shkojmë... Familja të përmbush, po është që familja vajzat, arritja atyre... Te edhe që unë merrem shumë, unë merrem shumë, e ku më thonë publikisht, pa Dafina... Pysi ndonjëherë për gjyshin nuk të regon për nonën Milajm? Historit matë mrekullueshme ju tregoj për dashuritë e mia, për kujtimet e nonës. Interesohen Milajm. Po, vedën që i kanë morë tash televizionet, për shembull, vojzat asnjë si kanë njoftë prindët e mi, ju duket shumë e çuditshme, vedojnë incizimet me familje, ju flas për shok, lexojnë shumë. Atëre Ema ka qenë 16 vjeç, kur kam qenë në opinionist në Big Brother, tash është 18, edhe kur se dishin këta kush është Adem Demonqi, Bekim Fehmive, Ismail Qemojli, të shku në Brezovic, kur se harroj, tha babi, unë e di, biografinë e Ukshin Hotit, e tha lemot Ismail Qemojlit e të Ismail Kadares e të Adem Demonqit. Kështu që plot kujtime pa fond, folëm, ju tregoj... Ka një pyetje që ato e bëjnë të bëjnë me emocion, ta zëmë për nanën që... Po... Një në dhimbje, Milajm, sarë të fletë për to, për ato kujtime të atyre viteve, e shumë viteve tjera që ke jetuar larg saj, me mallin e saj për ty. E di që Ema ka qenë 8 vjeç, më duket, kur e patabonën një intervist me një ushtar serb jashtë që është tash refugjat. Edhe ai ushtari serb tha që i kina morë trupat e shqiptarve edhe i kina bo asfalt, eshnat. Edhe di që u kanë shoku vojza shumë, edhe ka orë të i qoj të i bërtit të unë, edhe të i thonë që a di që mundet të nënali me kena ato. Që po pak folëm, amo më sarro diçka se dëtë kina fëmi. Fëmi tonë lexojnë shumë. Fëmi tonë din shumë, unë s'kam folë kurras për luftas, por ma ka bon në ditë vojzat kur kemi nej. Mos mendo që ne zdim gjithë shka për ty. Kështu që fëmi tonë lexojnë shumë dhe po të them edhe njëherë, nuk e kena meritu brezi fëmijëve tonë me ardhë një qeveri që ja vret ëndrat e tyne. Vojza ime që është mjeke në Suedi, do ishte ma mirë me punu mjeke në Kosovë. Vojza tjetër që inxhiniere e ndërtime në Suedi, me knatësinë më të madhe do punonte në Kosovë. Le që ato nuk kanë hapësirë të punës, po e treta do ikë në Londër, do shkoj me studiu për avokate. Kjo nuk o Kosova që e kështë ndruar, Mila? Kjo nuk është Kosova për cilën... Absolut jo, Si do doje tashje Kosovën?
Ma ka thonë Hysen Geci, një oficer... Shtarak i karrierës, po? Po, edhe jam edhe bashkëluftoria dhe mjashorit. Pse i lindi, thonë, krejt fëmit në përmole, e pse mas lufte vetë thaj që i ashtë, tha këtë se kumplit. Shtori do që atë bashkë. Por, atë mbyllëm pak me optimizëm. Po, me optimizëm pak, po, se... Me gjitha te... E rritë qila në vëmendje raportin me nënën, si shaj respekti, kujtimi për shumë gjdukur që ka ende Kosova. Absolut. Shaj respekti për dhimbjen që kanë shumë familje në Kosovë, mbi 1400 zeka, që ende nuk i din... 1600 në diska, janë zhdukur ende. Nuk i din ende ku i kanë eshtrat e më të afërme të tyre. Janë të pagjetur, si ta themi, mes tyre është edhe veprimtari madh Vukshin Hoti, shumë të tjerë. Nana Ferdënie e Gjakovas që shkakton... Shumë histori të dhemshme. Shkakton histori të dhemshme, shkakton emocion të papam, teksa shtron në çdo vakt sofrën e saj, tavolinën bën gati për djemt e burrin. Prandaj e përmendall se këto ditë u zbuluan, po pritet të gjetën mbetjet e një varrez në Zubin Potok. Krejt këtyre njerëzve ju kisha thonë diçka, që familjarët tonë e kanë pos një fat të madh që askush se ka pos. Janë kurban qësoj lirie që na e gëzojmë. Njeriu mundet me vdek një aksident me makinë, me avion, mundet me vdek një termet, pak kush njëtën e vetë e ka fatin e madh me vdek për vendin e vetë dhe për lirinë e vendit vetë. Kështu që krejt këta familjarë tonë i konsideroj si njerëz ma me fat, e mbi bazën e kësaj na duhet me jetu me të mirën e tyne, e jo me ato vujtjet se shpesher po i shoh. Vujtja është njerëzore, po njerëzore ka plejardën e situatave të rënda që ka lënë njeriu. Po mundet me kalu pak edhe në shkatërrim të jetës tonë. Duhet me mendu për të nesërmen. Eksakt. Mirë është edhe në aspektin fetar, që është pak edhe gjëna. Adin ndoshta i lëndojmë edhe shpirtrat e atyre në botën tjetër, në qoftë se na vazhdimisht jetojmë veç me atë dhimbjen që edhe na shkatron. Dhe mos harro diçka. E drejta e gjithkujt është pa negociueshme, që kjo Serbi e pa denacifikume e këtij Vučićit sotëm të djeshëm, ati Milošević, po kësaj mendësie të kishës ortodokse që ende publikisht para ushtrisë mbajnë fjalime fashiste kundër Kosovës. Zeka, kemi po këtë Serbi që refuzon gjon ma humane, bashkëpunoj për identifikimin, për zbulimin e varreza, për një drejt, ku se cili ka drejt me ditë çfarë ka ndodhur. Serbia nuk mundet me i stopu proceset. Proceset janë si këmbë, po flas nënën tonë. Përderisa Shqipëria është në NATO, përderisa brezemi na Burgos, pse po dëgjon Radio Tiranën, pse po shikon televizionin, pse po e lexon Kadarein e tjera, sot për 2 orë jemi në Dorës. Fëmijët tonë që 2000 vjet, kombi shqiptar s'ka qenë kurrë më mirë. Që 2000 vjet. Histori, po. Kështu që në aspektin e lirisë fizike jemi tepër mirë, edhe për këtë duhet jemi shumë optimist. Edhe jam optimist që kena me qenë faktori numër 1 në Bashkimin Evropian, si shqiptar, si shqiptar në Ballkan. E mbyllë me gjithatë me një dritë premtuese optimizmi këtë intervistë, rrëfim më shumë për jetën tuaj të gjatë, nga mosha 18 vjeçare e tutje. Ato copa rrëfime që arritëm të nxjerrim në kontekstin e rëndësisë që kanë për ju, për kryengritje, nëse mund ta them ashtu, që keni bërë bashkë me ata që... Të falenderoj Zeka shumë. Faleminderit Redvan. Lutem. Ky
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.